Fatkeqësisht jemi dëshmitar që lista serbe është një satelit i Beogradit, i Vučićit, dhe sa herë që organizohen zgjedhje, qoftë nivelit lokal edhe ato qendrore, Serbia ndërhyn, pra edhe janë raportime që kanë bërë edhe organizata të ndryshme të veshgus edhe gjatë viteve të kaluara, por tani shihet një vrollë, një intensitet edhe më i madh i Serbisë që ndërhyn në zgjedhjet, pengon qytetarët, frikson qytetarët që të votojnë pra vetëm për një parti, për një satelit të tyre, gjë që e minon demokracinë, e bën këtë proces të zgjedhjeve lokale të lëndueshëm, sidomos në ato pjesë tek komuniteti serb, për shkak se demokracia ka kuptim kur marrin pjesë të gjithë në proces zgjedhor pa frikë, pa intimidime, pa shantazhe, pa presione. Natyrisht çështja e sigurisë është top prioritet për institucionet tona, për Republikën tonë, dhe ne jemi aty ku duhet, pra Policia e Kosovës, Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe institucionet tjera të sigurisë janë në nivel detyrës mirë, po këto format e ndërhyrjes pra janë hibride, dhe është pak ma problem për shkak se ne shohimi situatën në tërësi të sigurisë dhe mundohemi edhe garantojmë që siguria do të jetë nivel, por këto presionet që janë të ndryshme që zhvillohen me metoda hibride nga Serbia janë pak sa ma problematike në kuptimin e ndërhyrjes të shtetit, sepse ne nuk mund të shkojmë shtëpi për shtëpi, të ndalim secilin qytetar dhe të pyesmi apo friksohet, a ka ndonjë presion nga ndonjë subjekt apo nga ndonjë politikan apo nga përfaqësues të ndryshëm të politikës edhe të jetës në përgjithësi, pra është pak më e komplikuar, prandaj tani për tani jemi të fokusuar që situata e sigurisë të jetë në nivel, pra që të krijojmë një ambient të qetë e të sigurt për gjithë qytetarët. Natyrisht inkurajojmë gjithë qytetarët që i nënshtrohen presioneve të tilla të raportojnë edhe të janë bashkëpunues me organet tona të sigurisë, të shtetit tonë, të shtetit tyre, për shkak se Republika e Kosovës është republikë edhe e shqiptarëve, edhe serbëve, edhe gjithë qytetarët që jetojnë në këtë hapësirë. Jo, ne në radhë parë shpresojmë e besojmë që qytetarët të zgjedhin më të mirin, pra përfaqësimin e tyre ta bëjnë mbi bazën e një vullnetit lirë. Por nga ana tjetër, një gjë duhet të ditur secila që del në këto zgjedhje e pretendon të merr pozicione udhëheqëse nëpër komuna të caktuara, se gjendja e sigurisë, gjendja në tërësi asaj pjese nuk mund të rikthehet më kurrë ashtu siç ishte në dëm të interesave të Republikës së Kosovës dhe thellësisht edhe në dëm të interesave të qytetarëve të asaj jone. Secili që zgjidhet, ai ka mi respektuar, duhet e do t'i respekton rregullat, ligjet dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në të kundërtën, pra nuk do të ketë asnjë lloj tolerimi, nuk do të ketë asnjë lloj barazimi, asnjë lloj negociate sa i takon zbatimit të rendit dhe ligjit. Ligji do të jetë për të gjithë.